Orbacon Trading and Contracting, një nga kompanitë më të mëdha të ndërtimit në botën arabe, ka ardhur në Shqipëri për resortin e Zvërnecit. Kapitali ka mësuar se kompania me bazë në Katar që zotrohet nga Mutaz Al Kayat do të jetë pjesë e projektit për ndërtimin e resortit, që fillimisht u fol se do të ndërtohej nga Jared Kushner, dhëndri i presidentit të SBA-ve Donald Trump. Por më vonë planet kanë ndryshuar dhe Kushner është përqendruar vetëm në projektin e Sazanit. 2 muaj më parë, KKTU miratoi edhe lejen e ndërtimit për resortin gjigant për llogarit kompanisë Zvërnet South Adriatic Development SHPK. Kjo kompani zotrohet nga Universal Properties Projects, një shoqëri e regjistruar në Holland, por kapitali ka mësuar se projekti do t'i bashkohet edhe Urbacon. Pak ditë më parë, kompania nga Katari regjistroi degën e saj në Shqipëri për këtë qëllim, ndonse nuk dihet ende nëse do të jetë kontraktor për ndërtimin e projektit apo do të hyjë si aksionere në të. Urbacon është një nga kompanitë më të mëdha të ndërtimit në botën arabe. Në vitin 2024 ajo u rendit si nën kontraktori 42 më i madh në botë. Kompania është e njohur për ndërtimin e një sër projekteve të famshme, si ishujt artificial në qytetin e Lusailit dhe kompleksi Waldorf Astoria në Maldiva. Kjo kompani ka një qarkullim vjetor prej 1.5 miliard dollarësh dhe është pjesë e grupit Power International Holding, që zotrohet nga Mutaz Al Kayat. Ky grup përbëhet nga rreth 28 kompani.